Përshëndetje shikues edhe dëgjues të dashur të podcastit të The Balkan Forum. Kësaj radhe po takohemi në rubrikën Bold Balkan Women, e ky epizod mund të përshtatet edhe rubrikës Greening the Western Balkans. Meqense mysafirja ime për sot është Niki Murseli, themeluese e Dyvo dhe Dyvo Lab, që është një iniciativë që po e revolucionarizon në mënyrën se çysh i shohim mbeturinat plastike, kreativitetin edhe aktivizmin në Kosovë. Unë nuk po zbuloj më shumë detaje, meqense Nikin e kemi këtu edhe kam na tregu për krejt këtë histori edhe rrugtim me Dyvo dhe Dyvo Lab. Niki, mirë se erdhë, është kënaqësi që të kanë këtu. Faleminderit që e ke pranuar ftesën. Mirë se ju gjeta, Gonxha, faleminderit edhe për ftesën. Tash unë veç se e përmenda Dyvo edhe Dyvo Lab, jam bërë tash disa vite prej kur ka fillu si iniciativë, më pastaj ka kalu në për disa procese të zhvillimit, po nëse mundesh për neve dhe krejt ata që po na shikojnë edhe dëgjojnë me tregu edhe me zbërthy këtë rrugtim të kësaj nisme. Unë po i them nisme tutje gjatë bisedës do ta kuptojmë se bashkë çka po flasim. Na kemi nisë, do me thonë se një grup që kemi dashur me bu ndryshim nëpërmjet profesionit tonë, që në perspektivë, do thonë në prapavi jemi njerëz të fushave të industrisë kreative, edhe kemi qenë në ndërkohë të informum ose edhe vizualisht të pa krejt sa në që po ndodhi në mjedis, e kemi menduar se çysh mundemi, do me thonë me jep qatë anën tonë kreative dhe profesionale, që mos më shkaktu ma shumë dëmtime në mjedis, po qysh kishim mujt me i përdor ato njohuri që na i kemi për me bo zgjidhje për mjedisin. Do me thonë si element i ndërlidhës në krejt punën që e bojmë, me qenë edhe pjesa mjedisore. Po mas ne ja ka nisë më ndërlidhë edhe pjesa e komunitetit, për arsye se janë dy temat të cilat, dy fushat të cilat e bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Edhe të e bo që të sa, ne kemi pa që mundet, do me thonë, për shkak që problemet të cilin jemi të munu me zgjidh, që janë sfidat mjedisore, po jemi fokusu ma shumë në ndotjen plastike, dhe e kemi pa që do të thotë ka tepër shumë sasi të madhe, dhe kemi kuptu që një grup i shumë pak personave nuk ka që mujnë me bu një zgjidhje afatgjatë dhe një zgjidhje, një impact shumë të madh. Kështu që kemi nisë me menu mënyra se çysh mundemi me përfshi edhe me kriju një komunitet i cili është aktiv edhe i angazhum në ngritjen e problemeve, po edhe zgjidhjen e problemeve në mënyra kreative. Edhe kjo ka qenë do të thotë prej Dyvo që kemi themelu, do me thonë si një grup i krijuesi produkteve, si një kolektiv i vogël në Dyvo Lab, ku tash e kemi një hapësirë e cila i jep mundësi trive me u përfshi nëpërmjet projekteve të ndryshme që ata i zhvillojnë brenda hapësirës, po projekte që dohen me prek, do me thonë, sferën mjedisore edhe kontributin në komunitet. Kështu që sot është, do me thonë, Dyvo Lab i themeluar në këtë formë. Po është një qasje që në Kosovë nuk kjo është dhënë më herët, qoftë kur flasim për menaxhimin e mbeturinave ose mbetjeve plastike, e sidomos kur flasim për një shoqëri që shumica nuk e ka prioritet, qoftë riciklimin, qëndrueshmërinë apo këtë ekonominë qarkore. Sa ka qenë sfiduese me mbërrin pikën ku jeni e lërëmë nëse synimi është me shku edhe ma tutje dhe çdo herë me ngrit vedije ma tepër. Shumë sfiduese, për arsye se edhe koha kur kemi nisë me punu ka qenë ndoshta e hershme në kuptimin e arritjes informatave te publiku gjeneral këto në Kosovë, po ka qenë edhe problematike për neve dhe vazhdon ende me qenë problematike edhe themelimi i dialogut edhe me institucionet. Për arsye se jemi të folë për tema ndoshta që nuk janë të përditshme, edhe është një qasje ma ndryshe e të bëmënit dhe është ndoshta ma e pakuptueshme prej njerëzve, për arsye se përballen ndoshta me sene ma të vështira në aspektin ekonomik edhe shoqëror, edhe mas ne menojnë që kjo është privilegj. Po na besojmë edhe dim që inovacioni edhe kreativiteti nuk
jam privilegj, jam faktikisht e drejtë çdo trio që me zhvillu edhe me pas mundësi me ndërtu të ardhmen e tyne që ashtu qysh ata e shohin edhe e din që është mas mirte. Kështu që na nuk jemi nal asnjëherë sepse besimi jon qëndron tek rinia jon edhe tek njerëzit e komunitetit. Na gjithmonë inspirohemi prej njerëzve që marrin pjesë në aktivitetet tona edhe prej njerëzve që janë pjesë e komunitetit ton, meqense ata gjithmonë kanë diçka të re për me bo dhe kanë diçka të re për me thonë, edhe që kjo është ajo shtysa që neve na çon përpara. Natyrisht shkoj me hapa të breshkës. Po dhe me thonë, shumë atë ka dalshëm, se sa që kishim shku nështë atë kishim jetu me një vend tjetër, po edhe ideja është që kjo, që na po mundohemi me kriju, do me thonë, me hap dyrë të reja dhe me kriju mundësi të reja për rinin ton, edhe hapja e këtyne dyrëve ka me qenë e vështirë, sepse të kishim qenë në një vend tjetër, ku këto mundësive që janë kriju, atëra s'kishim pas nevoj me punu. Nike, për herë të parë kur me Dyvo ju faktikisht keni fillu me hedh produkte në treg dhe ka qenë temë diskutimi që ato produkte janë të bome me plastik të reciklueshme, për koincidencë edhe unë i kam posedu në atë kohë 2018 po flasim. Njëjtat produkte ku ka qenë një farë po them, fakt interesant me tregu që po posedon një produkt që o bo për plastikës të reciklueshme, kurse tash nuk është se jemi në atë pikë, kjo tregon një progres edhe është lajmi mirë, po mu po më intereson sigurimi i lëndës parë edhe procesi i produkteve të Dyvo. Sigurimi i lëndës parë nuk është problem, se ka tepërshëm, po kryesisht na punojmë me plastika që janë post-konsum. Edhe tash, jo se cila plastik bashkëvepron me njëra tjetrën, kështu që ti për me mujt me bo komplet riciklimin e gamës plastikave që ekziston, ti dosh mi pas 7 fabrika të ndryshme. Se janë dikon 7 kategoritë plastikave, do të thonë plastika na që e njohim nuk është veç plastik, një material, po ka disa lloje mrena saj edhe këto kryesore që i kanë definu asociacioni i prodhuesve të plastikave janë 7 kategori. Tash na momentalisht punojmë me kategorinë e 2, me kategorinë e 4 dhe me kategorinë e 7. Kjo, do me thonë, puna me këto materiale na mundsohet me një lloj makinerive që e kena, që e përfshin që të gamë. Po me dash me punu me materiale tjera e kena vështirë për shkak se nuk kena makineri edhe kushte për mi përdor ato. Për çfarë arsye shumë njerëz na pyesin edhe në pse veç këto ajo ato. Arsyeja është që kjo, do me thonë tepër me mujt mi bo krejt, dosh me pas, do me thonë tepër shumë jeta edhe tepër investim të madh për me mujt mi procesu tanat. Puna me qëto kategoritë ndryshme më varet edhe prej, do me thonë, burimit prej kajt vinë. Kategoria e 2 dhe kategoria e 4 janë kryesisht të burimit të konsumit të përditshëm, që i bjanë që janë plastika një përdorimshë, që i takojnë konsumatorit, do me thonë në shtëpijak, po edhe bizneseve, në aspektin që në këtë kategori bojnë pjesë HDPE dhe LDPE. HDPE dhe LDPE përfshin ambalazhimet si kapakat e shisheve, kutit të ndryshme të djathit ose të produkteve që i blejmë që janë në kutia kështu si adin me ngjyrë e bardhë ose dhe në vrenë, po edhe çdo plastike ka atë shajën e vetë, është një tërkanç, që është kjo shaja riciklimi që e njohim, edhe mrena ka një numër. Edhe çaj numër e tregon çfarë kategorie i takon. Në këtë rast na 2-shin edhe 4-shin, nëse jena aty i mbledh, ku janë edhe shishet e shamponit, jo të gjitha, po disa specifike, e tjera, janë që kjo. Edhe kategoria e 7 janë kryesisht ma shumë plastika që i takojnë fushës së marketingut edhe të publicitetit, të reklamave. Kështu që këto plastika kryesisht mbohen në mbledhje me bashkëpunim me bizneset, ndërsa këto plastikat e përdorimshme të përditshme bohen në bashkëpunim me komunitetin. Kështu që njerëz përderisa janë të i përdor në shtëpia, i mbledhen, çat sa janë të përdor, edhe i kanë 3 pika të ndryshme ku mundën mi qu, është në termokes, kjo hapësira shoqërore, edhe në kino Armata, edhe me ata kemi një bashkëpunim, edhe në zyret e na, ose në studiot e na, që është mbrapa teatrit kombëtar. Kështu që kryesisht ata të cilët mbledhen, na shkruajnë mesazhe, edhe masnej mirëm i vesh dhe i sjellen. Ndërsa këto tjerat bohen në bashkëpunim me biznese të ndryshme, të cilët kanë mbetje dhe masnej dojnë me mos mi qu ato në deponi të ndryshme, po me i sjell për muri përdoru. Procesi i këtyre plastikave masnej masmarrjes ka lënë nëpër pastrim dhe masnej ka lënë edhe nëpër thyerje,
blurje ose thyrje që e kthen ato në copza të vogla dhe masnej që ato copza të vogla mundën me u përdor nëpërmjet formave të ndryshme, mu kriju na domethënë prej atyre copave kthejmë në material primar, kryesisht janë pllaka dhe masnej prej atyre pllakave mundën me u bë produkte të ndryshme, për shembull në këtë rast që mbu vëth ose rrypat, ose tash janë edhe procese tjera që bëhen nëpërmjet kallupimit, ku për shembull nëpërmjet kallupimit i përdorim këto plastikat e kategorisë 2 dhe 4, ku krijohen për shembull medalet për vrapus që i kemi për Prishtina Trail Marathon, edhe disa produkte tjera që i bojmë në bashkëpunim me varësisht qysh i dojnë njerëz. Po, interesant, krejt ky proces, po ajo çka po më intereson mu është sa e vren që rrit vedia për çet kulturën upcycle. The që për plastikat për përdorim shtëpiak, keni bashkëpunim me komunitetin ndër vite, a rrit kjo vedia për upcycle? Po, është rrit. Hala, do me thonë, nuk jena në një nivel ku nështë ta jemi të marë qatë shumë veprim ndaj asaj, po është këgjashëm dukshëm ma e nalë se sa në fillim kur kemi nis. Edhe për shembull tash edhe fëmijët përfshihen për shembull në çdo sene, na e kemi në mënyrë vjetore, do të thotë kur bashkëpunojmë me Prishtina Trails Marathon për m'ia u atyre medaljet, e cila ka qenë një bashkëpunim faktikisht inicium prej tyne, sepse ata kanë dashur me bëu diçka që ka ardhur prej tyne, që ka qenë në të mirën e mjedisit, dhe masej na kanë kontaktuar se kanë pa që edhe bëjmë krijimin e produkteve dhe kanë thonë hey, a mundeni me na kriju medalje. Kështu që nuk ka qenë diçka që na e kemi kriju medalje dhe masej kemi lyp klient për ato, por ka qenë një kërkesë që ka ardhur prej komunitetit. Edhe që kjo është arsyeja që po them që më thon tu rrit vedia, po rritën edhe kërkesat e komunitetit. Kështu që prej atyne ka qenë kjo kërkesë. Masej kemi pas prej shkollës Fajkonica, ku e japin çdo vit çmimin për nxënësin e vitit, edhe tash çdo vit jemi të ja u bëni kub prej kapakave të plastikës, ku 300 kapaka të plastikës e formsojnë një kub, i cili mani ka ato përshkrimin e fitimit kush pe merr. Edhe masej kemi edhe me Prishtina Trails janë të e bu me qendra të fëmijëve, ku po mbledhin ata masnej kapaka gjatë vitit edhe i sillin për mi bu medaljet. Edhe tash po njim që për shembull për ata është një farë lloj ç'më thon tradite që po mbledhen edhe po shtyhen në shtatëm një tjetrin kush po bën më shumë, po edhe të njëjtën kohë që mendjes po presin me marr çat si trofe në fund për çat kontributin që janë të jap. Kështu që aden nevoja po rritet edhe vetëdijsimi po rritet, po vetëdijsimi po rritet tu rrit edhe nevoja. Tash për shkak që e kemi edhe hapësirën edhe është e hapur për të rritë edhe për komunitetin, atëherë po kemi edhe më shumë, domethënë kërkesa, ku po pyesin se çka muj me bo, ç'u muj me bo, e kam çet ide ose e kam atë ide, e kam çet problem, e kam lidh çet lloj plastikës, a din çka muj me bo. Kështu që kjo është arsyeja edhe pse ekziston Develop, që me mujt me i pru krejt atë edhe me gjetë zgjidhje inovative që më më jap një drejtim që të në mbeturinave. Po, pikërisht kjo është edhe ngjyra që kjo epizod e podcastit do doja që ta kishte si një historie edhe një tregim suksesi. Kur flasim për sukseset, a e kujton ndonjë moment krenarie që e ke pas gjatë krejt kësaj kohe, qoftë projekt, diçka që është përfshin krejt këtë punë që vjen me sfidat e vet, apo ka momente që të bëjnë të thuash ja kanë vlejtë edhe sfidat? Po natyresht, do të thotë veç çaja që përmena më herët është moment krenarie kur ti ndëgjon që trit apo den janë tu e pasi një mënyrë të lojës mes tyne, po edhe një mënyrë të garës, edhe një mënyrë të vlerësimit që mujnë me pas, që ajo është po ashtu një moment krenarie ku adin e kupton që ti jeto e bu një produkt ose jeto e bu një punë, po që me thonë feedbacku mrapa që asaj aden po mrin të te edhe në mënyra që nështë atë nuk e pret. Për mu personalisht çdo moment i punës që e kemi bo është krenari, për arsye se çdo sen që e kemi bo me shpirt edhe me zemër, edhe kemi bo për shkak që e ndim si mision tonin që me kontribu në qëtë fush, me bo bashk komunitetin, me bo bashk çështjet mjedisore dhe me bo bashk kreativitetin, që kjo është një mënyrë që na njihemi mirë dhe që njihemi që jemi të përmbush vetën edhe shpirtërisht, po edhe në mision në shërbim të njerëzve që i kemi për rreth.
Edhe kështu që gjithçka, do të thotë prej çdo kontaktime që ta bën dikush, do të thotë kam qët problem me plastikë dhe po du me bo diçka edhe ti e gjen si mundësi që ose ato mu përfshi në hapësirë, është moment krenarie, se ti veç e pa që njerëz kanë nevojë për çat sana, se nëse nuk kanë nevojë Po, sigurisht, po. Nuk Pa dyshim. Po besoj që edhe lojemi më i fundit, përfshirja e dy volleb në rrjetin më të madh të Fab Labve. Është një moment për të festuar dhe për t'ju uru njëkohësisht. Apo na tregoni çka e pret dy volleb pas këtij lojmi të mirë. Po, kjo ka qenë po ashtu një sfidë shumë e madhe, se na kemi dashur me qenë pjesë e rrjetit qysh 5 vjet të fundit. Po sfidat kanë qenë të shumta për shkak që ti dosh me pas një set të makinerive dhe po ashtu hapësirën për me mujt me qenë pjesë e rrjetit, ka qenë domethënë sfidë për neve që jemi dashur me ngrit fondet edhe me punu në çat aspekt derisa sot kemi mri në çat pikë. Strategjia organizative ka para pa, domethënë mi përmbush këto pika prej vitit 2022 deri në 2027, domethënë strategji 5 vjeçare, po e kemi përmbush në 2025. Kështu që edhe kjo ka qenë një moment krenarie. Jemi domethënë shumë krenar që jemi pjesë e Fab Labit dhe jemi Fab Labi parë në Kosovë. Fab Labat me bo një përshkrem janë laboratora të fabrikimit digital ose laboratora ku përdoren makinerit digitale për me mujt me kriju produkte. Është i koncept që ka dalë prej MIT Labs ose Massachusetts Institute of Technology, që e kanë kriju këtë laborator që me qenë si një laborator i replikueshëm në çdo vend, edhe ideja e laboratorit është që ti me mujt me bo gjithçka nëpërmjet atyre makinerive që i keni dispozicion. Kështu që edhe për neve ka qenë shumë e rëndësishme për shkak që misioni që e kemi me ndotjen plastike, ideja me pas një laborator të tillë dhe me qenë një fokusum në çat drejtim, na mundson do të thotë me bo gjithçka me turinat plastike. Na e kemi edhe një model ekstra në laboratorin ton, që është edhe punëtoria e vogël që e kemi për makineri të posaçme që shkojnë për plastik, ndërsa pjesa tjetër janë makineri të zakonshme që munden me u gjetë në çdo Fab Lab. Një sen tjetër shumë i mirë është që na tash për shkak që jemi pjesë e rrjetit, jemi edhe pjesë e shkëmbimit të njohurive, të cilat janë open source ose ç'mi thonë shqip burim i hapur për njohuri, do me thonë ndodhë që këtë transferimi i njohurive, edhe për shkak që Fab Labs po ashtu gjithka në përbot kryesisht përdorëm për çështjet e komunitetit edhe janë për iniciativa jo profitabile, atëre këto të dhonën na manena janë të qasshme në rrjet, do me thonë nëse dikush është të ardhë të na në hapësirë edhe është të zhvillu një ide të vetën, mund do t'atë ide me bo të hapën në forum të rrjetit edhe mas ne me pas dhe njerëz prej veneve tjera që kontribuojnë, apo njerëz të cilë që të zhvillu në venet e tjera, na mundëm me kontribu prej këtujt në idetë të tëna. Kështu që është një mundësi për me marrë dhe me jap informata edhe mu rrit në qatë drejtem, sidomos për neve këto që nështa jemi pak ndërshta ma ka dalë të imri dësana, po me rëndësi për imrim. Po, sigurisht edhe pse ma nga dalë të imri do gjonat saktume, Dyvo është iniciativa dhe platforma e vetme e tillë në Kosovë. Për në rajon nuk është se kam informat, ka ekzistu ndonjëherë ai mendimi që të zgjerohet edhe për te kufive të Kosovës? Po, definitivisht. Na, do me thonë, kemi kryesisht, do me thonë, jemi fokusu që të qandër me stabilizu një herë në Prishtinë, për shkak që shumica jonë punojmë dhe jetojmë në Prishtinë. Mirë po, e kemi pasi mundësi, do me thonë që me mujtë me kriju se një mekanizëm vetë mbajtës, që mas ne kjo me u repliku edhe në vendet e tjera. Momentalisht, jemi të dash me zhvillu një hullëm tem, që ka me pas të bëj me aspektin e ku kishë mujtë me qenë pikat ma të mira në pritje edhe prej njerëzve që kishin mujtë me u stabilizu në shta kopje të hapësirës. Për si vjetë, do me thonë pikën kryesore e kemi që aktivitetet që i kemi në hapësirë që jemi të i bo, edhe komunitetin me këthy në ne organ të vetë organizum edhe
të vetë mbajtën në aspektin që është sa një ri, edhe tash njerëz do të më mësu me që ta, kështu që na jena që tash të marrë, që me thonë hapa të bebës, për me mujtë njerëz me kuptu edhe pak ma mirë se që ka mujnë me bon me hapësirë edhe qysh ju shërben hapësira atyne. Kështu që jemi të i pas disa aktivitetet të ndryshme për me bo që ta. Një aktivitet fokusohet ma shumë në ato që na e qesim temën edhe ata vinë bohen pjesë e programeve të mësu në qka na faktikisht po sugjerojmë, që janë punëtoritë e biciklimit, pra na e qesim temën sa a ka me qenë që ky produkt ose qaj produkt që kemi me bo, dhe masni ata vini mësojnë, pjesëmarrësit vini mësojnë qysh bohet qaj produkt, në hapa të thjeshtë, do me thonë, edhe masni janë edhe qëto programe që i kemi ditë të hapura të laboratorit, ku këto, do me thonë, janë thire të hapuna edhe marrin pjesë 3 me ide, qofshin individ ose grup deri në 5 persona, edhe munohen që, do me thonë, komponentën e zgjidhjes të një problematike mjedisore me kthy në një shërbim për komunitetin. Për shembull, tash kemi 2 grupe të vajzave, një grup është duke punu në krijimin e lodrave prej plastikave postkonsumeriste të i përdorë dhe makinerit në hapësirë, e masni këto lodra si sete me u falë në për qendra edhe në për vene ku fëmijët kanë nevojë për to, edhe grupi tjetër janë mësuse edhe kimiste, edhe ideja aty në është që kimia për një landër shumë e vështirë më kuptu, kështu që ato janë të punu me një makineri të krijimit të filamentit për 3D printer prej shisheve të plastikës, edhe mas nemi 3D printu format e molekulave në sisteme që mane aden bohen të kapshme, edhe që ato sete mi donu në për shkolla publike, ku mas ne arsimtarët e kanë shumë të letë mi përdor ato dhe mi au spjegu fëmijëve se qysh funksionon kimia dhe molekulat edhe atomet. Për kimi nuk mundem unë me di. Kemi ndoshta ndonjë këmes që na dëgjon mirë, po unë të pyeta për një moment ose një nismë që të bën muni krenore na dëgjum sa dhe këto të fundit janë iniciativa që veç me i dëgju e shet që ja vlenë se lërë me u praktiku dhe apliku. Përveç produkteve dhe krejt këtyre aktiviteteve, ju për publikun ofroni edhe hulumtime të ndryshme edhe podcaste në verzionin audio ku mundoheni të përfshini njerëz të fushës që në Kosovë nuk është edhe aq e lehtë me gjetë mirë, po i ofroni edhe këto informata, që shkon edhe ky proces i hulumtimit edhe kësaj. Për shkak që jemi të punu adin në temën e çështjes së ndotjes plastike, është një temë që, do me thonë, të këto vjetë të punu, edhe hala nuk është mjaftueshëm, që me thonë, me kuptu. Kështu që ideja ka qenë që me nisë me kriju njohuri edhe një farë bagazhe institucional për neve, që do me thonë puna që jemi të e bun nuk është thjesht të bazu në ne, që me thonë, në mos informat, po faktikisht është që me thonë e bazuar në hulumtim. Po, është si rjedhoj e njohurive të cilat jemi të ndërtu, po të njëjtën kohë dhe mungesa e këtyre njohurive në gjuhën shqipe, se kryesisht qasja në internet, libra nuk jena shumë në gjuhën shqipe, qasja në internet kryesisht artikujt edhe krejt që shkruhet janë në anglisht ose gjermanisht, ose në gjuhët e tjera. Kështu që kjo ka qenë edhe një arsye për neve që me mujt mi bo qëto informata të qasshme për publikun në general. Na menojmë nështa që kena tepër shumë tri që din me folë gjuhët huja, po kur kena himi këqyr statistika të dalë që dikojmë veç 27% e trive i folin 2 gjuhët huja, prej cilave ndoshta edhe gjuha e huj tjetra nuk është anglisht gjithmonë. Sepse qajo është edhe në kryesisht pika. Kështu që kur e kemi pa që statistikë, kemi thonë për neve ka qenë alarmuse, do me thonë kemi thonë që vynë gjithçysh me pas njohuri të cilat të shpërndahen në komunitetin shqipëfals, ndoshta në të ardhmen edhe në komunitetet e tjera, për arsye se tash kapacitetet nuk i kemi deri në atë nivel, që me mujt do me thonë me jap sa më shumë informata. Edhe kjo është arsyeja pse na i bojmë artikujt ku bëhen hulumtime akademike të hulumtimeve botërore, të cilat flasin për ndotjen plastike në përgjithësi në tematika të veçanta. Si temë vjetore për neve është, do me thonë trajtimi i ndotjes plastike në nivelin e të drejtave njerëzore, sepse nuk shihet asnjëherë
nga kjo perspektivë. Po. Dhe si vetë kemi kap këtë perspektivë për arsye se ulumtimet e shumta janë të tregu që është të na u cenu liria jon bazike për një ambient të shëndosh dhe për shëndet të mirë. Po. Kështu që ndotja plastike të shkaktu shumë smundje, edhe sot janë të vërtetu që këto smundje edhe arsyeja këtyre smundjeve për shkak të kemikaleve të ndryshme që përdoren edhe lirohen prej procesit të prodhimit e deri tek procesi i shfrytëzimit të tyre dhe pasaj procesi i tyre që përfundon në mbeturina, do me thonë konstant jemi në ndotje të mbeturinave plastike. Kjo është arsyeja për artikuj që i bojmë, ndërsa sa i përket pjesës së podcastave, mundohemi me gjetë, do me thonë, njerëz të cilët janë specifikisht të punu në fushë. Natyresht në fushën e ndotjes plastike nuk kemi shumë kuadro të njerëzve të cilët janë të punu, por kemi pas edhe rezultate, do me thonë që na kanë çudit, për shembull, kemi pas Arlindën, një studente kosovare që ka qenë të studiu në atë kohë në Poloni, nëse nuk gaboj, edhe ka qenë të i studiu mikroplastikat. Në kohën kur na e kemi gjetë, do me thonë, një kontakt me ta, ajo na ka tregu në podcast, do me thonë, për studime që të i bo edhe hulumtimin e mikroplastikave, kur në qatë kohë mikroplastikat vetë sot dollën si koncept kështu që ekzistojnë. Po. Kështu që kjo është kryesisht ideja, që me mujt me shpërnda sa ma shumë edhe me kap në multimedia, sepse ka njerëz që kanë qef me lexu, ka njerëz që kanë qef me ndëgju, ka njerëz që kanë qef me pa. Do me thonë, puna jonë është që me mujt me e rrit vetdijen nëpërmjet kanaleve të ndryshme të mediave, që me mujt me kap publik sa ma gjunë. Po, edhe sa ma gjithë përfshirësme me qenë krejt kjo punë që po e bëni. Zakonisht bisedat kam qef me i përmbyll me diçka inspiruese, kështu që për krejt ata që ndjehen që nuk kanë ndikim, sa i përket temave të qëndrueshmërisë, reciklimit, ekonomisë qarkore, ose ata që nuk mund ta shohin ndërlidhjen e komunitetit me kreativitetin e me krejt to që i folëm deri tash. Qysh ju kishe drejtu? Bashkë edhe që të sanë e folshim sot për arsye se na kur i majmë qëto sesionet e informimit mbi ndotjen plastike, sidomos me trit, është që kjo që në fund, do me thonë informatat që i japim për ndotjen që të shkaktu edhe shëndetin që është na e shkatru, në fund edhe ne kena gjithmonë që të pyetjen që ka më i me bo, edhe njëhen njerëz shumë të pashpres për krejt qëto, po janë 3 nivelet punës që mëna me mi bo, do me thonë, niveli i pari punës është niveli personal, do me thonë gjithë qysh do me ndru mënyrën e jetesës tonë, për arsye se që kjo mënyrë që jetojmë për na shkakton dëm. Do me thonë nëse mundemi me reduktu, edhe që mundemi me reduktu përdorimin e materialeve plastike në jetën tonë, sepse vetë ambalazhimi i ushqimit në produktet e plastikës është i helmum. Për arsye se ushqimi në kontakt të nkon me plastikën, thith prej saj kemikate edhe toksina të ndryshme, të cilat i lirojnë me kohë. Edhe kjo e bën, do me thonë, ato një mënyrë të veprimit në shëndetin tonë. Mas ne kjo pjesa kur e hedhim ato në natyrë që kthehet në mikroplastika e tjera. Kështu që një prej mënyrave kryesore është që na me reduktu përdorimin tonë. Për shembull, pirja e ujit nga rubineti, edhe me studime të dalë që shumë e shëndetshme se sa në shishe të plastikës. Unë e di që na kemi pas edhe probleme me shfaqjen e manganit në ujtë na, po është mirë minaj të me thonë që të në periudhave gati, sepse jo gjithmonë është të ndodhë qaj san, po me konsumu sa ma shumë ujin prej robinetit. Që na eviton, do me thonë, përdorimin e shisheve plastike. Nëse jemi në punë, nëse jemi të dalë, mundemi me pas shishe të ripërdorushme. Mas ne qeset të ripërdorushme mundën me qenë një zgjidhje për këto çantat e ripërdorushme për zgjidhjen e problemit të qesave. Mas ne nëse blejmë në përvene ku shitën gjanat me shumicë, kemi opcionin që na me i sjell paketimet e tona si tegla edhe kavanoze dhe kanaqe të ndryshme që mundemi me qu për mi ble këto produkte. Për shembull, pyesin gjitha dem për punën e djathtin mundemi me ble në treg. Pikësparja është një sen i mirë se edhe aty ku ka qëndru, e që ka qëndru në burret të drurit, edhe me gaz, do me thonë nuk ka pas kontakt me plastikën, edhe dyta është që ti kur i merr to kavanozat e tua me veti, ja jap që me ti paketu ty në kavanaz, edhe ata me kilograme shesin ato, kështu që është një mënyrë që eviton pashto. Ka edhe produkte që s'mundesh mi evitu, mirë po është mirë, do me thonë me ndërmarr hapa drejt kësaj, që kjo është në nivelin personal.
Në nivelin komunitar, do me thonë në bashkëveprim me njerëz të tjerë, ka shumë mënyra që mundem me po. Nuk jena vetëm na organizatë që punojmë në çështjet mjedisore, ka shumë organizata që punojnë në çështjet mjedisore dhe mendoj që trit e venit ton, po jo vetëm trit edhe moshat të ndryshme, edhe prindët tonë, edhe gjyshat e gjyshet tona mundën me bo pjesë aktiviteteve të ndryshme të organizatave edhe të komuniteteve të tëne për me kontribu në këto çështje. Edhe e treta është në nivelin institucional, kjo na lyp neve me u mobilizu në një nivel ndërkombëtar, kombëtar, që me kërku llogaridhënie, sepse edhe një pjesë shumë e madhe e përgjegjësisë i takon bizneseve dhe institucioneve tona. Kështu që na bojna qëtivitimin edhe krejt qëto punën që na takon neve si qytetar, po ju takon edhe atyne me një pikë me ardhë kana. E për me mujtë me bo këto, gjithçysh duhemi me dojnë në protesta, ose me ndërmarë aktivitetet të cilat janë vetëdijsuese dhe llogari dhënëse, kërkesë për llogari dhënie nga institucionet tona, po gjithashtu edhe nga bizneset. Kështu që ndoshta njerëz mundën muni që nuk janë të bu diçka, po definitivisht janë të bu diçka nëse janë të menu edhe të kontribu në njënën prej qëtëne 3 fushave që i përmena. Faleminderit shumë, Nike, është shumë kënaqësi. Faleminderit që e ke nda kohën edhe që e ndave me neve dhe shikuesit tonë krejt këtë rrugtim, edhe këtë ndikim pozitiv që e ke pas në shoqërinë kosovare. Faleminderit juve. Kënaqësi. E ju dëgjues edhe shikues të podcastit edhe Balkan Forum, po shpresoj që keni kalu sa më mirë me këtë bisedë. Ne do takohemi në epizodet e tjera, deri atëherë mirëmbëjtshit.